Je shumë mirë kështu. Merita Cake me mua në studio, terapistja energjike që po sistemoj para se të filloni. Mirë se erdhe. Mirë se Po na ka marrë malli. Edhe mua. Mirë që vjen ndonjëherë në Tiranë në Shqipëri edhe na viziton her pas here edhe në studio, se kështu virtualisht të shohim me videot e tua, me YouTube-in edhe me ndonjë lidhje Skype her pas here, po se çka një kënaqësi tjetër kur e takon njerëzit kështu mball për ball. Si je? Jam shumë mirë. Me punët e tua, me gjërat që asnjëherë nuk përfundojnë së menduar. Sa po kam filluar. Sa po kam filluar. Kësaj radhe jam 10 ditë dhe sot kthehem në Greqi. Kam ardhur dhe jam shumë e kënaqur me misionin që kam në vazhdim. Librin e fundit që kam shkruar për 366 pralla që më pëlqen, një prallë për çdo ditë, për të vegjël dhe të mëdhenj. Fillova sepse ky është synimi im, ta lexojmë dhe në përshkolla në nxënës. Dhe jam shumë e kënaqur sepse më mirëpritën shumë mirë fëmijët, do të thënë arritën të flasin për emocionet e tyre, janë më të hapur fëmijët se sa ne të mëdhenj. Ne akoma nuk i njohim emocionet tona, flasim për shembull si ndihesh, mirë ose keq. Të gjitha këto nuk janë emocione mirë ose keq. Mbrapa çdo gjë që themi jam mirë, kam gëzim, kam lumturi, kam çfarë ndjej, plotësi, dhe keq ka pasaj arsyet e të qenurit. Dhe dola jashtë Tiranës kësaj radhe, shkova dhe në adoleshencë në Burrel dhe atje u mirëprita. Dhe jam shumë e lumtur, kisha ritritin, të gjitha gjërat janë okej. E thash të bëj dhe një kalim të fundit këtu. Dhe mire vëre. Sa herë që ti bën takime me njerëz, vjen në Shqipëri, ne flasim shpesh bashkë, dhe një ndër gjërat që Merita më thot shpesh është fakti që Shqipëria të dëgjon me kuriozitet gjërat që ti i thua, të presin, por ama nuk bëjnë përpjekje për të ndryshuar. Këtë më the herën e fundit. Rezistojmë. Ne kemi shumë. Ngërçeve që nuk janë aq të vështira për të zgjidhur, nëse ne marrim informacionin e duhur dhe bëjmë një hap apo një përpjekje për të lëvizur. Kjo është një nga gjërat kryesore që refuzojmë dhe kam patur dhe unë. Refuzojmë. Refuzimi nga vjen, se është dhe ky një emocion, vjen nga frika se mos më ndodh diçka tjetër, nga frika e të panjohurës. Dhe kur një popull, një shoqëri është rritur me vuajtje, me dhimbje, me varfëri, ka frikë që të arrijë të bëjë diçka që nuk e njeh. Do të thënë, ndryshimi është diçka që thotë vërtet është për mirë apo mos u dalë për keq. Ndryshimi të frikson, ë? Do të thënë e panjohura, në një farë mënyrë është tendenca që të bësh një hap pas, mund të ketë rezultat, po dhe mund të dështosh. Ti je me parimin që më mirë bëja atë hap edhe dështo, por thuaj e provova? Apo ri në vend? Po, mos bëhemi pishman për çdo gjë që kemi bërë, po të bëhemi pishman për ato që nuk kemi bërë. Se çdo gjë kur bëjmë një hap të vogël, disa persona për shembull dhe ndër mjet përvojës me njerëz që punojnë në individ dhe në grupe, ka njerëz që kanë rezultate të njëjtën ditë dhe shikojnë rezultate dhe kështu kishim në retreat shumë rezultate të njëjtën ditë, dhe ka njerëz që vonohen pak. Por çdo gjë është okej, çdo gjë është në rregull, sepse në qoftë se bëjmë çdo gjë me sforcarje, nuk mundemi, duhet të jemi të lirë, duhet të vi natyrshëm. Duhet të jenë natyrshëm. Ne kemi cekur shpesh bashkë në bisedat tona, edhe pse në mënyrë her pas here edhe sipërfaqësore për shkak të distancës, të kohës televizive etj. Por unë e di që ti një pikë të fortë që i mshon shpesh është gjenia femërore dhe familja. Pra ajo hierarkia, por respektimi i pozicionit të secilëve brenda atij grupimi të vogël që ne e quajmë familje. Po. Një nga metodat që përdor, që është shumë e fuqishme dhe me rezultate të menjëhershme, është sistemi përfaqësik transformues, siç e quaj 333. E cila është një metodë që merret me sistemet familjare, sistemin në biznes, sistemin trupor, do të thënë çdo organ në trup ton ka sistemin e tij. Dhe kur diçka nuk është në hierarki, në sistemin e tij, dhe kjo është cilësi kryesor që e kemi ne në shoqërinë shqiptare, që ne nuk jemi në rolin, në vendin ton. Kjo do të thotë hierarki, çdo të thotë kjo.
Dhe këtë mund ta përdori dhe ta shikoj çdo njeri, do të thënë me një ushtrim të vogël. Kur kemi qenë fëmijë, sidomos në brezin jon, nuk kemi qenë në rolin e fëmijës, kemi qenë në rolin e të mbëdhenjve dhe nga dashuria që të mos i shkonim të vuanim, ne hynim në rolin e tyre. Dhe shpeshherë dhe prindrit na vunë në atë rol, sepse ne nuk ishim fëmijë që duhet të rriteshim, ne u rritëm para kohe. Çfarë bën fëmijët e asaj kohe? Dhe të gjitha këto i kam tek vetja ime, morëm përgjegjësi, punoj që 8 vjeçe që të ndihmoj shtëpinë në Bear, nuk dinja çdo të thotë të loj, sepse nuk e mësova, dhe është shumë e vështirë kur rritesh e përjashton, sepse ne duhet i kemi të gjitha. Mora një përgjegjësi që nuk më takonte dhe harrojmë veten. Çfarë bën fëmia pastaj? Dhe kur rritet, ai është prapë i rritur. Dhe arron, dhe çfarë bën? E quan veten me faj, bëhet shpëtimtari të tjerëve, i vjen keq për njerëzit e tjerë sepse u rrit me atë mendim dhe nuk di që ka diçka tjetër. Do të thënë, kjo është e tërë shoqërisë tonë shqiptare. Dhe çfarë ndodh? Dhe këtë e kam bërë dhe ndërmjet me ata që hyp në taksi, që flasin dhe çuna dhe do të thënë, kam parë një ndryshim dhe flas gjithmonë. Çfarë bëjmë? Hymë në rolin e viktimës, do të thënë, jemi të lodhur dhe bijem, ose jemi në rolin tjetër të agresivitetit dhe arogancës. Do të thënë, e bëj shumë për ty, bëj shumë për të tjerë dhe pse nuk më shikon. Dhe nuk e gjej atë pse në kur. Por zgjidhja është që po, aroganca, sepse në një ushtrim që kishim bërë në retreat, doli një femër që i doli aroganca dhe vajti e përqafovi arogancën, për shumë, që është ajo roli, për shumë. Dhe me të dali në pah këto... Po, të gjitha. Dhe tha, jo, tha, unë arogancën e dua, tha, sepse aroganca për mua është pushtet. Pra, përdorte me vetë dije? Po, me vetë dije. E këtë të e të thoja, se shikoj, njëri arogant, duhet thënë nuk është e vështirë ta fshehësh. Pra ti e kupton se fundjasht edhe reagimin e të tjerëve, ose njerëzit ty të afërt ta thonë një këshill që shiko se kjo sjellja jote nuk është në nivele normale, por bëhemi arrogant dhe agresiv. Bëhemi se nuk duam të qëndrojmë në rolin e viktimës më, nuk duam të mbajmë përgjegjësi dhe kur nuk mund të qëndroj në viktim të kaloj tek ana tjetër, te cepi tjetër të bëhem, të kem pushtet, të luaj një rol tjetër, sepse në qoftë se do jemi but, mua do më përdorin, do më shfrytëzojnë. Çfarë bëj? Bëj më lart dhe pa dashi shfrytëzoj të tjerët. Dhe kjo është ajo prishja e hierarkisë dhe në brendësi të çdo njeriu të. Zgjidhja është që të vijmë në mes, të kemi ekuilibër, balancë dhe të pranojmë dhe gjinin femërore dhe maskullore, siç e kam thënë. Dhe tani çfarë bëhet? Meshkujt, vërtet, se mu bëj terapi dhe me meshkujt, meshkujt tani janë në një prizëm që janë ullur, dhe femra është bërë më agresive. Do më thënë, atje ku ishte shtypur, femra tani që ka fuqi në dorë, është bërë më agresive. Pra, ka zgjedhur këtë mënyrë për të dalë në pa agresivitetin, ndërsa meshkujt ka zgjedhur të kundërta. Nuk është zgjidhje, që të dyja palët duhet të arrim femra, kjo është prap hierarki, femra duhet jetë në vendin e saj, nuk ka nevojë të bërtasi, nuk ka nevojë të theresi, nuk ka nevojë të sjellë ajo para më shumë në shtëpi. Zoti e ka bërë universi që burri është ai që sjell, që në shpellet më parë dhe gruaja merr. Por gruaja si mund të marrë, kur ti thot ati burrit që, ua, sa i mirë je, faleminderit për këtë që më solë. Dhe më thënë, gruaja jep ndjenjë, jep emocion, në qetësi, po duhet mos jetë e lodhur. Okej, një moment tani, se mua nuk më pëlqejnë këto ndarjet, kështu të këtyre roleve, burri duhet të sjellë dhe gruaja duhet thot faleminderit. Pse të mos jenë të dy? Jo të qëndrojnë në viktim. Pra, se kështu ti i bie, ne i bie që e vazhdojmë dhe e ulim të figurën e gruas, duke qenë një pritëse e gjinis tjetër. Jo në atë mënyrë, jo viktim. Pra mirë, sa shumë të ngëlloj. Jo, as viktim, as agresive. Por në pozicioni në vetë. Do më thënë, kur jemi, duhet të ndryshoj modelin e familjes shqiptare. Po burri është në vend të parë, është gruaja, është fëmia e parë dhe pasaj fëmijët e tjerë. Ky është sistemi. Dhe burri tani bashkë me gruan duhet bashkë punojnë, mund të punojnë, mund të bisedojnë të gjitha, për shumë të komunikojmë. Komunikimi, jam shumë dakord. Është gjithë shka. Jam shumë dakord. Por jo, pse nuk komunikojmë, sepse burri për shumë ndihet i ullët edhe nga natyra ka ardhur
tjetër në vendin e tij si mashkull. Gruaja nga që u shtyp kaq vite qëndron dhe ajo qëndronte në rolin e viktimës, eshte, duronte dhe kalonte pasaj në agresivitet dhe nuk mund të kontrollonte veten. S'është nevoja, të gjithë jemi të fortë, të gjithë jemi dhe të dobët. Gruaja duhet të arrijë të pranojë që është lodhur dhe që është dhe e dobët, nuk është vetëm e fortë që duhet t'i bëj të gjitha. Edhe burrin në njëjtën kohë, sepse edhe burrit i kanë thënë mos qaj, je i fortë, duhet bëjmë. Ka shumë meshkuj që disa gjëra nuk i pëlqejnë t'i bëjnë, për shembull. Kisha një klient që erdhi dhe më tha mua, si t'ja bëj, tha, gruaja tha, më prishet çezma, më thot mua, unë u mundova, tha, kaq shumë, tha, po nuk ja dola. Edhe tha, ajo fillovi po më bërtiste qartë dhe çezmën ta rregulloj unë. Ka zgjidhje, merr një hidraulik, të vi ta rregulloj. Do të thënë, të gjitha nuk mund t'i bëjnë burrat ose dhe gratë. Do të thënë, gratë presin nga burrat që të bëjnë çdo gjë, nga ana tjetër burrat presin nga gratë që të bëjnë çdo gjë. Do të thënë, jo të gjithë jemi për të gjitha. Po mi pra jo, këto doja të thoja që jo automatikisht një burr duhet të di të bëjë se s'bën punë që i takojnë burrit. Një burr mund të gatuaj shumë mirë. Bravo. Dhe një grua mund të jetë zonja edhe të bëjë këto mund ta gjejnë brenda familjes. Patjetër, po. Të bisedojnë, nuk është nevoja. Një ndër fjalit që ti më ke thënë në lidhje me shpirtin është që shpirti nuk ka gjini. Për aq kohë sa ajo që ne jemi për së brendshmi është pa gjini. Pse ne duhet t'i ndajmë këto rolet si burr edhe grua? Se fundja i bie që burr edhe grua është thjesht fizikja jo. Bravo. Vërtet shpirti nuk ka gjini, por kur zbret në tokë, është vendi që luajnë rolet. Në qoftë se ne kuptojmë që jeta është rol, është matrix, ne kësaj radhe për shembull zgjodha të jem grua, ose luaj një rol të fortë, jam e fortë, jam diçka, edhe këtë e kemi luajtur shumë dhe ne gratë, dhe burrat, kur ne jemi të vërtetët, dhe ky është shërimi, ky është dhe transformimi, që të tregoj kush jam, erdha për grua, por nuk jam ato që më thanë vetëm duhet të bëj një grua. Jam kjo, për shembull, e the shumë bukur. Mua nuk më pëlqen të gatuaj, mund t'i pëlqej burrit. Ajo është gjë që është ndërmjet nesh. Jashtë shtëpisë nuk na intereson çfarë thonë të tjerë, dhe këtë që desha të thosha prap për edhe këto ditë dhe gjithmonë diçka që na pengon ne shqiptarët, edhe shoqërinë shqiptare është opinioni shumë i të tjerëve. Kemi frikë se gjykohemi dhe në të njëjtën kohë dhe kritika, dhe i bëjmë shumë kritika të tjerëve dhe duhet të përqendrohemi tek vetja jonë, sepse atë që bëjmë tek të tjerët është pjesa e vetes tonë, pasyur që e kemi më lehtë ta themi tek ty se sa te vetja. Dhe shërimi vjen kur e shikoj unë Anila, në qoftë se më inatos për diçka, nuk më pëlqen, vetë dhe e shikoj tek vetja ime, përqendrohem. Çfarë është kjo që kam unë brenda meje, që po e shikoj te Anila dhe ta filloj ta pranoj edhe ta shëroj. Dhe ka mënyra prap të thjeshta dhe për njerëzit që nuk mund të paguajnë ritrite, terapi, për shumë që mund të punoj çdo njeri, çdo mëngjes, në vend që të kapi atë telefoni me dorë dhe të filloj të shikoj kush ka vënë fotografi, të bëj like, mund të verë dorën në zemër dhe një dorë në bark, të marrë frymfell dhe të pyesi veten, çfarë do të bësh ti sot, si ndihem sot, dhe vetëm fjala që jam e sigurt brenda meje, mund të ndihmojë të arrish të fillosh ditën mirë. Po ka dhe shumë gjëra të vogla që mund të bëj çdo person. Një metodë tjetër është që të filloj të shkruaj, dhe në ndërgjegja ka të nevojshme të nxjerr, të shkruaj çfarë ndjej në këto momente, çfarë do, çfarë emocioni, të lidhemi me zemrën, të lidhem me emocion, se në mendje nuk mund ta gjesh fjalën me mendje vetëm me logjik. Ne duhet të fillojmë të lidhemi me shpirtin, me zemrën, ndaj erdhëm këtu, që të fitojmë këtë pasurinë shpirtërore. Jo pasurinë që ndjekim, sa makina do marrim, sa shtëpi të bukura, asgjë. Ti kemi dhe ato, ti pranojmë, por pasuria më e madhe është pasuria shpirtërore. Të mos jenë qëllime. Për mua, siguria shpirtërore
më ka munguar në familjet shqiptare dhe nuk mund të kemi siguri financiare në qoftë se ne nuk kemi në balancë me sigurinë shpirtërore. Dhe njerëzit që kanë lek, për shembull, dhe unë di shumë se punoj dhe me njerëz që kanë patur dhe kanë lek, dhe ju ikin, po, nuk janë të qetë brenda tyre. Nuk e kanë gjetur lumturin, domethënë. Nuk të bën të lumtur asnjë udhtim i bukur, do më thënë dhe të argjosh shumë lek, kur ti në shpirtin tënd nuk je i qetë. Po mirë, një pyetje kam, se ne bashkë na ikim minutat pa e kuptuar fare. Është, tani do zgjedhim të keqen më të vogël, është më mirë një njeri i pasur financiarisht, por nuk kanë shpirtin e qetë, apo një njeri që nuk ka financa dhe ka vështirësi edhe për të siguruar bukën e përditshme, por që ka shpirtin e mbushur. Dhe a mund të qëndrojnë të dyja këto brenda të njëjtit person? Mund të qëndrojnë dhe prandaj duhet të përqëndrojmë dhe janë kohët më që nuk na lejnë energjitë, janë kohët që ne duhet të bëjmë sigurinë shpirtërore që të arrijet dhe shoqëria financiare. Çdo njeri mund të arrije dhe të ketë financat të mira të arrije. Dhe ai mi varfri, akoma dhe që sot mund të filloj të shikoj. Shpeshherë ne nuk i pranojmë edhe paratë, do më thënë, sepse kemi frikë se kemi braktisim dhe trahtojmë në babajnë, fisin që nuk ka qenë i pasur, dhe kjo nuk duket në karaktere, kjo është në ndërgjegje. Këtë mund të shikojmë kur mund të hyjë në një terapi, kur mund të filloj të punoj me veten, është koha që mund të gjejë. Frikë më vete dhe kjo për të pasuruar financiarisht? Po, edhe kam patur dhe unë. Kam patur, do më thënë, si mund t'jem më parë ose me sukseshme se mama ime, se mos grate, kemi shumë të theksuar, si mund t'jem me sukseshme. Dhe qëfar bën sabotaj vetes tënde? Pa dashje. Të kundër të bëjnë ata që vinë nga familje të pasura. Dhe ne themi leku shkon të leku. Bravo. Sepse ai e ka të sigurin, e ka ndjerat sigurin. Nuk i tha prindi, dhe ishte një gjë dhe i tha që nuk ka mundësi të ta marri. Ndaj dhe mënyra si flasim me fëmijët, neve duhet të mësojmë. Po, se ja çojmë këto mesazhe. Për këtë moment nuk mund ta marr, ose dhe në anën tjetër, mund të kem shumë lek, por nuk do t'i marr çfarë të doj, sepse ai person nuk do mësoj oqin. Jo, nuk më fali. S'ka gjë. E dim që bën një jetë sa atë këtej. Tani 3 minuta kohë kemi. Këto i ke marrë për ne këtu, duhet i shohim. Kjo është një shembull, po, kjo është ato që bëj, për shembull nëse duam të shkojmë. Po jeti një sy me që ti ke marrë me vete. Flutura me fat. Kjo është një farë reprezentimi. Për çfarë bëj unë? Kurse kjo është një letër që ja kam shkruar kohët e fundit vetes time, që mund ta bëj çdo njeri, vetes time të vogël, dhe mund ta bëj çdo njeri, sepse ne, fëmijën tonë të brendshëm, e kemi shumë të bllokuar, dhe ajo, kur ne shohim fëmijën e brendshëm, ja shohim dhe gjërat të gjitha janë atje, në ngjizja, tek mitra kur janë trashëguar të gjitha tramat, dhe deri te mosha 7 vjeç. Në qoftë se një person shron të gjitha këto, atëherë dhe jeta e tij mund të ndryshojë. Dhe mund të them pak gjëra. Çfarë mund të shkruajmë ne te kjo letra drejtuar fëmijës sonë? Një shembull dhe mund të vazhdoj sikush për veten e tij. Sot është një letër ndryshe, them, Merita ime e vogël, unë të flasun Merita e madhe, që erdha të takoj. Është për ty Merita ime vogël. Unë jam Merita e madhe. Ajo që u rrit, ajo që mbjetoi, ajo që u rrëzua dhe u ngrit shumë herë, dhe sot ajo më në fund erdhi tek ti. Merita ime vogël, sot erdha të takoj. Ju përdorni emrin tuaj, shikoni me qetësi, mund ta shkruani. Jo për të ndryshuar, jo për të korrigjuar, jo por për të marrë në krah. E di që ke pritur gjatë, e di që ke menduar se gjërat do të ndryshonin dhe shpesh ke patur frikë nga vetë ndryshimi. Sot, sepse për ty ndryshimi nuk ishte lehtësim, ishte panjohura, ishte mungesa e sigurisë. Ishte një botë kur ti nuk e dije më cili ishte roli yt. Merita ime vogël, unë të shoh tani, të shoh kur përpiqesh të mbaj një ekuilibrin në një botë të rriturve, të shoh kur bëhesh e fortë më herët se duhej, të shoh kur mësoje të mos shqetësonje askënd, edhe kur brenda teje kishte shumë zëra që kërkonin të dëgjonin, fëmijë që nuk flasin. Dhe dua të them diçka më të thjeshtë, ti nuk e qenë kur gabim, ke qenë vetëm fëmijë, Merita ime vogël, unë e di që brenda teje ka patur dashuri dhe dhimbje të ngatruara. E di që ke dashur maman tënde me gjithë zemër dhe njëkohësisht ke ndjerë dhe mungesë dhe konfuzion.
E di që me babajnë ke pasur emocione të forta që nuk ishe t'i kuptojnë, e shumë të tjera se për erë nuk kemi dhe kohë. Nuk kemi kohë, po unë shoh që ti je emocionuar të kësaj lexon. Po, dhe tani, do më thënë, e lexoj prapë, e mbaj dhe e lexoj përsëri që t'ja kujtoj vetës Këtë doja të thoja, se jemi në fund. Po, kur e kam shkruajtur në fillim dhe mënyra se shkruanja, kam qarë shumë, sepse vërtet, atëre fillova, pavarësisht se kam punuar shumë me veten, akoma kishte pjesë të vogla shpirti im që të vinja ta shikoja, sepse isha bërë shpëtimtare dhe unë pa dashje, po, ndjesia është shumë gjë e bukur që e kemi të gjithë dhe keqardhja, por atë ndjesin e duhet t'ja kthejmë vetes tonë. Jo të shpëtojmë të tjerët, sepse asnjëri nuk do ta dijë në qoftë se s'kërkon ndihmën tënde, dhe pastaj kalojmë në agresivitet. Pastaj kalojmë tek ajo që thamë në fillim të bisedës, përballja me veten është përballja më e vështirë që njeriu mund të bëjë ndonjëherë. Është dëshirimi, por me sa duket pika më e rëndësishme për t'i dhënë një kthes jetës tonë. Të pranoj gjithçka. Unë të pres kur të vish përsëri. Do visë shpejt. Merita vjen për trajnimet e saj, ndërkohë ju e gjeni në WhatsApp, në Viber, në Instagram, në rrjetet sociale, kështu që flutura me fat, edhe më pëlqen shumë mënyra se si që ka një edhe fluturat në shallin tënd. Të falenderoj Merita. Dhe unë ju. Kënaqësi gjithmonë të kem në studio. Mirë, faleminderit ju që qëndruat me ne, patri një ditë shumë të bukur në vazhdim, ne takohemi përsëri bashkë.